Në protestën e sotme të Partisë Demokratike të Kosovës e Aleancës, u kërkua kryeministrit në detyrë Albin Kurtit të shkojë në kuvent dhe të vazhdojë procesin e konstituimit të parlamentit. E deputetja e Aleancës Teuta Haxhiu edhe e kritikoi Kurtin për bllokimin e institucioneve të vendit. Nga këtu thrasem edhe një herë. E ja merr përgjegjësinë për çka ti ke marrë besimin e qytetarëve duke dalë partia e parë. Por mosmarrja e përgjegjësive dhe tentimi për të bllokuar gjithçka në këtë vend është një mesazh i qartë që durimi po i vjen fundi. Torthorazi përgjigjen ja ktheu ministrin e detyrë i punëve të jashtme dhe diasporës Glau Gonjusa pas seancës gjyqësore për gazin Lëcellës. Konsideroj që ekziston një probabilitet goxha i madh që të kemi president dhe një marrëveshje për presidentin, meqense kur do të takohen kryeministri Kurti me kryetarin Abdi Xhikun, do të takohen përmes propozimit të emrave konkret dhe prej atyre emrave konkret unë besoj që njëri prej tyre do të jetë edhe presidenti apo presidentja e ardhshme e Republikës Kosovës. Gonjusa po ashtu tha që i kanë emrat për president, por që nuk i tregoi për shkak të dëmtimit të bisedimeve me lidhjen demokratike të Kosovës. Emrat i kemi, por nuk mund t'i ndoj këtu me juve, më vjen keq sepse pastaj kjo do ta humbte kuptimin pastaj procesi negocimit. Edhe LDK-ja besoj që së shpejti do t'jetë gati sepse javën e kaluar kryetari Abdi Xhiku tha që kjo javë do t'jetë java në të cilën ata do të takohen. Partia Demokratike e Kosovës dhe Aleanca ka ndërzuar kallëzime penale pranë prokurorisë speciale në Prishtinë lidhur me vendimet e qeverisë në detyrë që sipas tyre janë antikushtetuese.